Stina e Pranverës përregjistron një fluks në rritje të turistëve që vizitojnë Gjirokastrën, ndërkohë që bizneset e qytetit përballen me mungesën e fuqisë punëtore. Sektori turizmit, lokalet të shërbimit, bujtinat dhe hotelet i kanë kthyer syt tashmë nga gjimnazistët dhe studentët për të siguruar fuqinë punëtore për vijshmërinë e aktivitetit të tyre. Administratorët e strukturave akomoduese shprehen se kjo është një zgjidhje e momentit, pasi mungojnë punonjësit e kualifikuar që do të ofronin një turizëm me standarde shërbimi. Filluam sezonin, pothuajse ky muaj ka pas fluks. Nuk mund të jemi asnjëherë të kënaqur, po mundohemi të sistemojmë pozicionet me punonjës. E rëndësishme është që të kemi numrat, por gjithashtu është e rëndësishme që të kemi një staf profesional dhe këtu po vuajmë pak, sepse duke u ndryshuar vit për vit, kryesisht një pjesë e punëtorëve nuk arrim dot të bëjmë trajnimin dhe të bëjmë investimin siç duhet. Kemi sensibilizuar rinin, si universitet në një gjimnaze, për të filluar gjatë beharit punë në Gjirokastër. Ka një pjesë e konsiderueshme të studentëve që punojnë çdo vit dhe po mundohemi që t'ju hapim sa më shumë fronte rinisë, se dhe ata të edukohen me punën dhe të qëndrojnë këtu, po njëkohësisht edhe ne e kemi më të lehtë për të kuptuar me rinin. Janë rreth 1000 vende të lira pune që bizneset turistike në Gjirokastër synojnë të çelin përgjatë sezonit në vazhdim, ndërsa numri i rinjve gjimnazistë dhe studentëve nuk mund të plotësojë tërësisht nevojat për punonjës. Tashmë Gjirokastra është kthyer në destinacion të preferuar të turizmit ndërkombëtar, por për shkak të mungesës së punonjësve, bizneset lokale po reduktojnë kapacitetet në aktivitetin e tyre.